Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vëllezër, motra të nderuar. A dini se cilat janë ditët më të vlefshme të vitit? Nuk janë ditët e Ramazanit, nuk është dita ose nata e Kadrit, por janë disa ditë që shumica prej nesh jemi neglizhent dhe nuk i kushtojmë vëmendje dhe shpesh këto ditë na kalojnë pa u vërejtur. Këto janë 10 ditët e para të muajit hënor Dhul Hijja. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka thënë një hadith: "Afdalul ayami dunya ayamul ashr." Ditët më të mira të vitit tek Allahu janë ditët e para, 10 ditët e para të muajit Dhul Hijja. Andaj këto ditë janë një mundësi e artë që ta ndryshojmë jetën tonë për së miri, nëse ne i shfrytëzojmë si duhet. Pse janë kaq të veçanta këto ditë, vëllezër e motra? Allah i lartësuar është betuar në Kur'anin Fisnik në surën Fajr, ku Allah thot: "Wal fajr wa layalin ashr wa shafi wal watr." Thot pasha agimin, pasha 10 netet dhe pasha çiftin dhe pasha tekun. Ku Allahu betohet për diçka, ai tregon madhështinë dhe vlerën e saj. Pra Allah është betuar në këto 10 ditë dhe pastaj është betuar edhe në çiftin që shumë prej mufesirinëve, komentatorëve të Kuranit thonë se për qëllim është dita e 10, dita çift e këtyre 10 ditëve është dita e Kurban Bajramit, që është dita më e madhe tek Allahu, kurse teku për cilën është betuar Allahu është për qëllim dita e 9, dita e Arafatit, dita më e madhe e faljes së gjunaheve, ku nuk është pa shejtani iblisi i mallkuar më i zhgënjur ndonjëherë sesa në këtë ditë, për arsye se Allahu zbret mëshirë të madhe dhe fal shumë prej robërve të vet në këtë ditë të madhështore. Gjithashtu prej veçorive që i veçon këto 10 ditë të Dhul Hijjes është se në këto 10 ditë besimtarët e nderuar bashkohen adhurimet që nuk bashkohen në asnjë kohë tjetër. Bashkohet namazi, agjërimi, haxhi, dhikri, sadakaja, që Ibn Hajeri dietari i njohur thot, nuk ka kohë tjetër ku bashkohen gjitha këto ibadete në një kohë të vetme, vetëm se në këto 10 ditë të Dhul Hijjes. Gjithashtu për vlerën e tyre na tregon gjithashtu Allahu në ajetet e surës Hajj, ku thot: "Wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat", dhe që të përmendni Allahun në ditët e caktuara, ku gjithashtu komentuesit dietarët e tefsirit thonë se është për qëllim ditët e Dhul Hijjes. Atëherë, vëllezër motra, na shtrohet pyetja, sa është i madh shpërblimi dhe vepra e mirë në këtë ditë. Profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon një hadith, thot: "Ma min ayamin a'malu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi ayam." Thot nuk ka ditë ku veprat janë më të mira e më të dashura tek Allahu sesa në këto 10 ditë. Sahabët të habitun e pyetën, than: "Wala al-jihadu fi sabilillah?" Than, as lufta në rrugën e Allahut nuk është më me vlerë? Than, i tha i dërguari i Allahut, as lufta në rrugën e Allahut nuk ka më vlerë, përveç atij që njeriu që del me veten e tij, me pasurinë e tij dhe nuk kthehet me asgjë. Këto ditë pra, vëllezër motra, janë sezona më e madhe e shpërblimeve. Një ofertë që nuk përsëritet vetëm se një herë të vetme gjatë vitit. Andaj na shtrohet pyetja, çfarë të veprojmë pra o gjinderuar në këtë ditë, kaq me vlerë, si të gjindemi gjatë këtyre ditëve. Padyshim, haxhi është ajo vepra më e vlefshme dhe është obligative për atë që ende nuk e ka kryer dhe i ka mundësitë financiare dhe mundësitë shëndetësore. Mirë po edhe ata që nuk kanë mundësi ta kryejnë haxhin, mundësitë janë të shumta dhe të panumërta që njeriu të shfrytëzojë këtë ditë me ibadete, adhurime,
që janë prej të lloj-llojshmeve. Prej adhurimeve që mundemi mi vepru këto ditë dhe mu afru tek Allahu më shumë dhe me këto ditë, patyshim është namazi, sepse nuk afrohemi te Allahu me diçka më shumë se sa me farzet. Andaj besimtari që don të shfrytëzojë këto ditë, i ruan namazin me xhamat, sepse din se një namaz në këto ditë është më i vlefshëm se në çdo kohë tjetër. Andaj, përveç namazeve farze, që nuk vihet në diskutim lënia e tyre, ai shton edhe shumë namazën nafile dhe gjithashtu e rrit kualitetin për qëndrimin në namazin farz të tij. Gjithashtu vepër tjetër çka duhet ngaroj besimtarin në këto ditë për të arritur kënaqësinë e Zotit është edhe agjerimi. Agjëro vllai dashur, motër e nderuar, nëse mundesh gjitha këto 9 ditë, përveç ditës së 10 që është ditë e Bajramit dhe nuk lejohet. Por nëse nuk mundesh, atëherë agjëro sot të kesh mundësi nga këto ditë, mirë po mos e le ditën e Arafatit, për cilën i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Siyamu yawmul Arafa yukaffiru as-sana allati qablaha wallati ba'daha." Tot agjërimi ditës së Arafatit shpresoj nga Allahu i lartësuar që ta shlyejë mëkatet e vitit që ka kalu dhe vitit që vjen. Pra, një besimtar që e dëshiron kënaqësinë e Zotit patyshim nuk e lën këtë mundësi të ikë nga duart e tij. Pastaj, pas agjerimit, mundësi tjetër është dhikri, përmendja e Allahut me çka veçohen këto ditë të bekatshme. Thot i dërguari alayhis salam: "Fa'kthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Thot, dhe prandaj shtoni në këto ditë fjalën la ilaha illallah, fjalën Allahu akbar, fjalën elhamdulillah dhe dhikret e tjera. Sahabët dhe tabiin japnin një rëndësi të madhe dhikrit, përmendjes së Allahut, madhërimit të Allahut në këto ditë. Ibn Omeri dilte në treg dhe bënte tekbir, pastaj edhe të tjerët pas tij, dhe kështu tregjet dhe vend tubimet e muslimanëve mbushin me tekbir dhe me madhërim të Allahut të lartësuar. Nxënësi Ibn Abbasit, Mujahid ibn Jabr rahimahullah, një nga nxënësit më të mëdhej të Ibn Abbasit, pra, thoshte këto ditë i shehnim sikurse dallgët e detit nga tekbiret e shumta që thuheshin nga besimtarët. Pra atmosfera në kohën e sahabëve, në kohën e tabiinëve, atmosfera këtyre ditëve ishte e mbushur plot me madhërim të Allahut dhe me përmendjen e tij kudo që gjendeshin. Pastaj vepër tjetër besimtar të nderuar është sadakaja. Andaj besimtari këto ditë e ndihmon dikon, qoftë edhe më pak, sepse e din dhe është i bindur se sadakaja e tij nuk shumë fushohet më shumë dhe nuk shpërblehet më shumë asnjëherë se sa në këto ditë. Andaj jep sipas mundësisë që ka. Pastaj vjen Kur'ani, duaja. Besimtari nuk i lën këto ditë pa lexuar diçka, qoftë edhe pak faqe nga Kur'ani fisnik, për arsye se për çdo shkronjë kemi 10 shpërblime, e ky shpërblim është edhe më i madh në këto ditë të veçanta. Pastaj duat e tij mundohet që t'i bëj me sinqeritetin më të madh, ashtu që duke ditë dhe qenë i bindur se këto janë ditët që pranohen më shumë të duat. Gjithashtu, një mundësi e mirë që të përfitojmë nga këto ditë është duke ruajtur familjen tonë, lidhjet farefisnore, një vepër shumë e nxitur nga feja jonë. Pra, të shfrytëzojmë këto ditë duke telefonu prindërit për ata që kanë larg, duke i vizituar të afërmit, duke i falë ata që kanë lënduar apo i kanë pas raporte të prishura. Për fund, vëllezër, motra, këto ditë kalojnë shumë shpejt, ashtu siç kaloi Ramazani dhe shumë mundësi tjera. Disa njerëz kanë me fitu faljen, mëshirën e Allahut me veprat e mira këto ditë. Disa ndoshta do të ndryshojnë komplet jetën e tyre, e disa do t'i kalojnë këto ditë sikurse nuk janë asgjë. E pyetja për neve është në cilin grup jemi ne. Mos lejo vëlla, motër e nderuar, që këto ditë kalojnë si ditë zakonshme e të bëhesh prej gafilëve shkujdesurve. E lutim për fund Allahun e lartësuar që të na bëj prej atyre që i shfrytëzojnë këto ditë të bekuar.
اللهم وفقنا لاغتنام هذه الأيام المباركة. Allahu ynë na e forcë për adhurim, na i fal mëkatet tona, gjunat tona, gabimet dhe lëshimet tona. Allahumma ij'alna min utaqaika min an-nar. Lusim Allah na shkruaj për atyre që janë të liruar nga zjarri i xhehenamit. Amin. 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 Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.